ndodhem në një nga katastrofat mjedisore të Shqipërisë. Rreth një vit më parë, diçka më pak se një vit më parë, në rreth rrotullimin, po e kthej tani që ta shihni më mirë, në rreth rrotullimin e Orikumit, ku kryqëzohet rruga që vjen nga Vlora, me rrugën që shkon për në drejtim të Bregut, dhe me rrugën e bypassit të Vlorës, pra një nga kryqëzimet më të rëndësishme në Shqipëri, dhe insistoj njerë, një nga kryqëzimet më të rëndësishme turistike në Shqipëri, ndalova për të treguar, për të denoncuar, nëse mund ta quaj kështu, një fushë me mbetje të tmerrshme, një fushë të frikshme, e cila ndodhet buzë rrugës, po fare buzë rrugës, shiheni? Ja, ku janë mbetjet, ku fillojnë mbetjet, ja dhe ku fillon rruga edhe makinat që kalojnë në rrugë. Pra, këto mund t'jenë makina me turist, mund t'jenë makina me të huaj, mund t'jenë makina me shqiptar, shifeni, dhe shive se si është situata rreth e rrotull në këtë zonë. Kam hipur në majën e një pirgu për treguar se si është situata sot, mbasi patëm folur për këtë denoncim, madje mbaj mend që edhe në televizionin Klan kemi bërë një kronik shumë të gjatë, e rrethuan me disa, po mundohem të eci tani se duhet eci në mes të kësaj katastrofe, e rrethuan me disa pemë në këtë drejtim, siç e shihni, ndërsa në anën tjetër vendosën disa teneqe, të cilat e rrethuan, u bë si një lloj rrethimi, por nuk u zgjidh asgjësimi i plerave. Ndërkohë, një vit më mbrapa, shiheni se si është situata me plerat, po e ngre dhe dronin për ta parë më mirë, shkon në atë drejtimin tjetër, shife si vjen edhe këtej, shifeni dhe gjithë anën në këtë drejtim, shifeni çfarë plerash ka. Kjo është as më shumë as më pak edhe fusha përballë, ka qenë gjitha me plera kur fryn erë, por banorët vendas të shkretët, s'po përdor fjalën të shkretët fakt se meritojnë të bravo, i kanë mbledhur qeset me dorë që të mos dukej aq tmerrshëm. Shive se si është zona tashmë rreth e rrotull. Në atë kohë u interesova të pyes se çfarë kishte ndodhur, pra kush ishte përgjegjës. Më thonë që kjo fushë me plera është më e hershme, nuk është fushë e kohëve të fundit, është një fushë e cila është mbushur me plerat e Orikumit kombëtar. Por pjesa e landfillit Vlorës, për momentin, siç më thanë, po insistoj që më thanë, është e bllokuar nga prokuroria, sepse ata që kanë fituar landfillin e Vlorës janë ata që kanë fituar inceneratorin e Tiranës. Kështu që me që ata persona janë në kërkim dhe të bllokuar, edhe landfilli Vlorës është bllokuar. Nuk e di sa qëndron, duhet verifikuar fakt, por një gjë është e vërtet, landfilli Vlorës nuk punon dhe situata në zonën e Orikumit është e njëjta, katastrofë pa asnjë ndryshim prej vitesh. Shiheni pra tani se si është gjendja në këtë fushë të Orikumit. Po çfarë ndodh tashmë? E para një herë, e gjithë zona ka një herë, shif vazhdon deri atje, është po ngret dronin që t'ju tregoj më mirë, është një sipërfaqe e gjerë e pafundme. E para, e gjithë zona qelbet erë, nuk mund të rrish dot nga era e tmerrshme që vjen nga gjithë kjo fushë e qelbur. Mund të shohësh në brendësi ka bagti të ngordhura që po e quaj mund të ndikojnë edhe negativisht edhe në jetën e njerëzve. Ana tjetër është që i gjithë shiu që bie, të gjithë ujërat e këtyre mbetjeve, të gjithë ujërat e këtyre mbetjeve këtu, pra që po shihni, të gjitha këto ujërat e këtyre shkojnë poshtë dhe derdhen det. Me njerë mbas kësaj kodre, në pak më tutje është deti, pra shkojnë dhe shkojnë në drejtim të Orikumit. Nuk po them që derdhen dhe në ujërat e pishëm të banorëve të Orikumit. Kjo është situata, unë do mundohem të zbres tani me shumë kujdes, thash, shiheni edhe njerë, ka kafshë të ngordhura, ka gjithë llojet e plastikave të Shqipërisë, mbetje inerte, nuk e di nëse ka mbetje të ndërtimit. Shiheni, kjo është pak a shumë situata. Problemi nuk është këtu. Problemi është akoma më shumë, tani duhet zbres, po është pak e sikletshme zbritja, sepse ishte më kollaj të ngjiteshe se sa të zbresësh në këtë zonë. Pra shiheni, është mu buzë rrugës, shiheni rrugën. Rrugën kombëtare ku kalojnë makinat, shiheni mbetjet. Thash, disa kohë më parë, rreth një vit më parë, mbasi bëra denoncimin e parë që transmetuam dhe në televizionin Klan, e veshën në një anë me disa pemë që të mos dukej,
bën dhe një prit me dhe që e ngritën bashkë me pemët, ndërkohë pemët tani shisi janë veshur me plastika që i merr era nga landfilli dhe shihen se çfarë situatë është. Kjo është rruga dhe këtë është rruga tjetër që të shon o në Sarandë o në Vlorë. Thash dikur i bën një rrethim, por rrethimi ishte vetëm për pak kohë sepse në pjesën tjetër është hapur. Tani askush nuk e di nëse ky landfill këtu ose ky vend depozitim mbetjesh është vend depozitim që nuk ka më, janë mbetet e vjetra, por në gjykimin tim, aq sa kujtoj unë, duket sikur janë shtuar dhe jo pak mbetjet, kështu që me siguri vazhdojnë makina të depozitojnë mbetje edhe në këtë drejtim. Do ju tregoj rrethimin që u bë, i cili çuditërisht nuk po ka funksion më, sepse diku e kanë hapur, diku e kanë mbyllur. Pra shifeni, ja. Ky ishte rrethimi që u bë, një rrethim që ndoshta nuk vlente shumë, po gjithsesi kishte një lloj situate, ndërsa brenda saj situata është e tmerrshme. Problemi kryesor që ka Shqipëria me mbetjet është një prej problemeve tona të tmerrshme. Çfarë do bëjmë ne me mbetjet? E para njerë janë qytetarët vetë që duhet jenë shumë më të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë. Duhet jenë qytetarët që duhet kujdesen që gjëra të tilla, situata të tilla të mos jenë askund. Nga ana tjetër është shteti, si mund të lihet një landfill i tillë, si mund të lihet një vend depozitim mbetjesh i tillë vetëm 200 metra nga bregu në këtë drejtim. Direkt është bregu i Orikumit dhe si mund të lihet një vend depozitimi mbetjesh në këtë vend ku turistët kalojnë çdo ditë. Në fakt, kur i pyet turistët e huaj se cili është problemi më i madh i Shqipërisë, e di çfarë të përgjigjen. Pjesa më e madhe e tyre thonë plerat, mbetjet, papastërtia. Ndërkohë që ne i kemi jo vetëm në për ato që hedhen për rrugë, që tani për hir të vërtetës ka ndryshuar pak dhe edukata qytetare, nuk është më e mpanshme, por ne i kemi të hedhura kudo. Shiheni si mund të jetë kjo situatë në një kryqëzim rrugësh. Si mund të lësh këto, shifeni. Çfarë turizmi do bëjmë ne nëse nuk arrijmë të pastrojmë minimumi buz rrugëve? Kjo duhet ishte një zonë e mbjellë me pemë që të bënin hije, duhet ishte një zonë ku turistët të kalojnë për të parë bukuritë e Shqipërisë. Shiheni malin përballë, çfarë mrekullie ka. Pra shiheni malin përballë, çfarë mrekullie ka, dhe ne detyrohemi të kalojmë për ditë nëpër këtë kasapan plerash, që në fakt po i marrin frymën Shqipërisë dhe përgjegjës janë edhe qytetarët, por në radhë parë pushteti lokal dhe qeveria. Çfarë bën pushteti lokal i Vlorës? Po si mund ta lësh këtë zonë kështu? Si mund të rish kështu edhe këtu të vi turisti që të ndaloj për të pyetur edhe të tmerrohet nga era? Herën e parë që ndalova për diçka dhe më tmerroi era, thash çfarë ka ndodhur. Dhe nuk është çudi që shumë shpejt edhe kjo pjesa përballë rrugës, pra në anën tjetër të rrugës, do mbushet edhe kjo me plera. Shifeni. Thash, edhe kjo këtu, ndërkohë që atje janë ca baraka, por nuk e di se çfarë janë, dhe ja ku është vendi i grumbullimit të plerave. Është katastrofë të bësh turizëm këto kushte, duhet një ndërhyrje urgjente, po urgjente.